Qytetin e Elbasanit po mbahen garat e kampionatit të 88 kombëtar të atletikës për të rinj, një nga aktivitetet më të rëndësishme në kalendarin e Federatës Shqiptare të Atletikës. Në këtë kampionat morën pjesë rreth 170 atletë dhe atlete nga 11 ekipe të ndryshme nga gjithë Shqipëria, të cilët garuan në disiplinat më të ndryshme të atletikës. Ky aktivitet konsiderohet me rëndësi të veçantë nga Federata Shqiptare e Atletikës, pasi vëmendja kryesore është përqendruar te izolimi dhe promovimi i talenteve të reja, që pritet përfaqësojnë Shqipërinë në kompeticione të ndërkombëtare në të ardhmen. Sot zhvillojmë kampionatin kombëtar të 88 për të rinj në qytetin e Elbasanit. Kemi një pjesëmarrje prej 11 klubesh të ndryshme nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, me rreth 170 sportistë, të cilët garojnë sot në gjitha disiplinat e atletikës. Është një event shumë i rëndësishëm për federatën tonë, pasi këtu bien në palë të gjithë talentet për të ardhmen e atletikës shqiptare, duke qenë se jemi edhe në prag të fillimit të aktiviteteve ndërkombëtare për të rinj, siç është kampionati evropian i U18 që zhvillohet në Rjeti dhe kampionati ballkaniku i të rinjve, i cili zhvillohet në Rumani. Krahas këtyre kemi edhe kampionate tjera të rëndësishme si ai i shteteve të vogla, Small States, i cili zhvillohet në datë 30 maj në Monaco, ku gjithashtu kemi 2 atletë talentuar nga moshat e reja, si Jonatani dhe Fibi, të cilët do të marrin pjesë së bashku me ekipin e të rritur në këtë aktivitet. Garat u zhvilluan në një atmosferë sportive dhe konkurruese, ku të rinjt patën mundësinë të tregojnë talentin dhe përgatitjen e tyre. Rezultatet e këtij kampionati pritet të shërbejnë si një tregues i rëndësishëm për përzgjedhjen e sportistëve, që do të përfaqësojnë vendin në aktivitetet e ardhshme rajonale dhe ndërkombëtare.